Arbeni ishte vetëm një punëtor i thjesht në fabrikë. Për vite me radhë kishte punuar në heshtje, pa u ankuar dhe pa kërkuar asgjë më shumë se rrogën e tij. Askush nuk do ta kishte menduar se një ditë ai do të bëhej njeriu që do t'i shpëtonte jetën pronarit miliarder. Gjatë një darke luksoze të kompanisë, pronari papritur filloi të mbytej nga një copë ushqimi. Të ftuarit u ngrin nga frika. Askush nuk dinte çfarë të bënte. Vetëm Arbeni reagoi pa hezitim. Me shpejtësi ai përdori manovrën e ndihmës së parë dhe pas disa sekondash dramatike, arriti t'i shpëtonte jetën. Të gjithë prisnin që pronari ta falenderonte publikisht, ta shpërblente ose t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Por mëngjesin tjetër ndodhi diçka që askush nuk mund ta besonte. Në vend të një shpërblimi, Arbeni mori një letër pushimi nga puna. Arsyeja që lexoi në atë letër ishte aq tronditëse, sa do të ndryshonte jetën e të dyve përgjithmonë. Arbeni e kishte filluar punën në fabrikën e përpunimit të mobilieve 7 vjet më parë. Ishte vetëm 27 vjeç atëherë, me ëndra të mëdha dhe me bindjen se puna e ndershme do ta çonte diku. Nuk kishte njohje, nuk kishte para dhe asnjë mbiemër që t'i hapte dyer. Kishte vetëm 2 duar të forta dhe një karakter që nuk dorëzohej lehtë. Çdo mëngjes zgjohej në 5 pa një çerek, përgatiste një filxhan kafe të thjeshtë, hante një copë bukë me djathë dhe nisej drejt fabrikës me autobusin e parë. Edhe kur binte shi, edhe kur temperatura zbriste në 0 gradë, ai nuk mungonte kurrë. Bashkëshortja e tij, Elira, e priste gjithmonë te dera para se të dilte. Kujdes veten, i thoshte ajo çdo mëngjes. Dua vetëm që një ditë vajza jon të mos ketë nevojë të punoj kaq rënd sa unë. Përgjigjej Arbeni duke buzëqeshur. Vajza e tyre, Sara, ishte vetëm 8 vjeçe. Ishte arsyeja pse Arbeni pranonte çdo turn shtesë, çdo fundjavë pune dhe çdo detyrë që të tjerët nuk donin ta bënin. Në fabrikë, të gjithë e njihnin si njeriun që nuk thoshte kurrë jo. Nëse një koleg sëmurej, Arbeni e mbulonte turnin. Nëse një makineri prishej, ai rrinte deri natën për ta rregulluar. Nuk ishte mekanik, por kishte mësuar gjithçka duke parë dhe duke pyetur. Megjithatë, askush nga drejtuesit nuk dukej se e vinte re. Pronari i kompanisë, Leonard Kodra, ishte një nga biznesmenët më të pasur në vend. Emri i tij shfaqej vazhdimisht në televizione dhe gazeta. Intervistat e tij flisnin për suksesin, disiplinën dhe vizionin. Por punëtorët e fabrikës kishin një mendim tjetër. Ka vite që nuk ka hyrë në repart, tha një ditë Besniku, kolegu i Arbenit. Ndoshta nuk e di fare si duket fabrika, shtoi një tjetër me ironi. Arbeni nuk përfshihej në ato biseda. Nuk na paguajnë për të gjykuar pronarin, thoshte ai. Na paguajnë për të bërë punën. Edhe pse paga nuk ishte e lartë, ai nuk donte konflikte. Një pasdite, ndërsa po ngarkonin disa dollap në kamion, një punëtor i ri humbi ekuilibrin. Një panel druri i rënd po binte drejt tij. Pa menduar 2 herë, Arbeni u hodh përpara. Ai e shtyu djalin larg, por paneli i goditi fort shpatullën. Dhimbja ishte aq e madhe sa mezi merrte frym. Menaxheri i repartit doli me nxitim. Je mirë. Mund të vazhdoj, tha Arbeni duke shtrënguar dhëmbët. Ai nuk donte të humbiste ditën e punës. Djali që kishte shpëtuar ju afrua me sy të mbushur me lot. Më shpëtove. Nesër do ta bëje ti për mua, u përgjigja Arbeni. Por ai nuk e dinte se dikush po e shikonte nga larg. Ishte drejtori operacional, i cili kishte ardhur për një inspektim të shkurtër. Në vend që ta lavdëronte, ai vetëm shkroi diçka në bllokun e tij dhe u largua pa thënë asnjë fjalë. Kaluan disa javë. Një mëngjes u shpall se kompania do të organizonte një darkë madhështore për festimin e një kontrate shumë të madhe ndërkombëtare. Në darkë ishin të ftuar investitor, politikan, drejtues dhe disa punonjës të përzgjedhur. Kur Arbeni pa emrin e tij në listë, mbeti i habitur. Duhet të jetë gabim, tha ai. Ndoshta më në fund dikush e ka vënë re sa punon, i tha Elira me krenari. Për herë të parë pas shumë vitesh, Arbeni bleu një kostum të ri. Nuk ishte i shtrenjtë, por ishte i pastër dhe elegant. Sara e shikonte me admirim. Babi, dukesh si në televizor. Ai qeshi. Ndoshta një herë në jetë. Mbrëmja erdhi. Salla ishte luksoze. Tavolinat ishin të mbuluara me mbulesa të bardha. Lambadarët ndriçonin si kristale dhe kamerierët lëviznin në heshtje. Arbeni ndihej jashtë vendit. Ai ishte ulur në fund të sallës bashkë me disa punëtorë të tjerë, ndërsa pronari Leonard Kodra qëndronte në tavolinën kryesore me të ftuarit VP. Pas fjalimeve dhe duartrokitjeve, filloi darka.
Leonardi ngriti gotën për të falënderuar të gjithë për suksesin e kompanisë. Në sallë mbretëronte një atmosferë festive, por vetëm pak sekonda më vonë buzëqeshja e tij u zhdu. Ai ndaloi së foluri, vuri dorën në fyt, sytë ju zgjeruan nga paniku. Kollitej me forcë, por nuk dilte asnjë zë. Fillimisht të ftuarit menduan se po bënte shaka. Pastaj pan fytyrën e tij që po merrte ngjyrë blu. Karriget u përmbysën. Disa njerëz filluan të bërtisnin. Të tjerë nxorën telefonat. Askush nuk po dinte çfarë të bënte. Dhe pikërisht në atë moment, Arbeni u ngrit me vrull nga tavolina. Arbeni u ngrit nga tavolina aq shpejt sa karrigia u rrëzua pas tij. Në sallë kishte shpërthyer paniku. Disa njerëz po bërtisnin. Thirrni ambulancën. Dikush bëni diçka. Por askush nuk po afrohej. Leonard Kodra po përpiqej të merrte frym. Fytyra ishte skuqur, më pas kishte filluar të merrte një nuancë të kaltër. Syti ishin mbushur me frikë. Arbeni kishte ndjekur vite më parë një kurs të ndihmës së parë, të organizuar nga fabrika. Ishte një trajnim që shumica e punëtorëve e kishin harruar menjëherë sapo kishte mbaruar. Por ai jo. Ai u gjunjëzua pas pronarit. Ju lutem, largohuni pak, bërtiti ai. Turma hapi rrugën. Arbeni provoi fillimisht ta nxiste të kollitej, por ishte tepër vonë. Ushqimi kishte bllokuar plotësisht rrugët e frymëmarrjes. Pa humbur asnjë sekond, ai e përqafoi nga pas dhe kreu manovrën që kishte mësuar në kurs. 1, 2, asgjë. Në sallë mbretëroi heshtja. Disa gra kishin filluar të qanin. Një nga drejtuesit përshpëriti. Nuk do t'ia dal. Arbeni nuk u dorëzua. Ai provoi edhe një herë. Pastaj edhe një të tretë. Papritur, një copë e madhe mishi doli nga goja e Leonardit dhe rambi dysheme. Pronari mori një frym të thellë. Pastaj edhe një tjetër. Në sallë shpërthyen duartrokitjet. Disa njerëz brohoritën. Një kamerier fshiu lotët. Pak qaste më vonë bëriti edhe ambulanca. Mjekët e kontrolluan me kujdes. Po të kishit pritur edhe një minutë tjetër, situata mund të kishte qenë fatale, tha njëri prej tyre. Të gjithë kthyen kokën nga Arbeni. Ai qëndronte i qetë, duke rregulluar mëngët e kostumit. Nuk priste asgjë. Një nga investitorët ju afrua dhe i shtrëngoi dorën. Je hero. Arbeni buzëqeshi me siklet. Thjesht bëra atë që duhej. Pak minuta më vonë, Leonardi u ngrit në këmbë. Ende i tronditur, ai ju afrua Arbenit. Për disa sekonda e shikoi drejt në sy. Gjithë salla priste fjalimin e madh. Priste një bonus, një promovim, ndoshta edhe një makinë ose një shtëpi. Leonardi i zgjati dorën. Faleminderit. Vetëm kaq. Pastaj u kthye te tavolina e tij. Shumë njerëz mbetën të habitur. Kaq ishte, përshpëriti një punonjës. Mendoja se do ta shpërblente para të gjithëve, tha një tjetër. Arbeni nuk u mërzit. Për të, mjaftonte fakti që kishte shpëtuar një jetë. Kur u kthye në shtëpi, Elira e përqafoi fort. E pash në lajme. Lajme. Të gjithë po flasin për punëtorin që shpëtoi miliarderin. Sara vrapoi dhe ju hodh në qafë. Babi është hero. Arbeni qeshi. Nesër do të jetë një ditë si gjithë të tjerat. Por nuk ishte. Të nesërme në mëngjes, sa po hyri në fabrik, vuri re se të gjithë po e shikonin ndryshe. Disa i buzëqeshnin, të tjerë e përgëzonin. Madje edhe menaxheri që zakonisht nuk përshëndeste askënd, i dha dorën. Urime për atë që bëre. Arbeni mendoi se ndoshta më në fund gjërat do të ndryshonin. Rreth orës 10, sekretarja e drejtorit erdhi në repart. Arben, drejtori kërkonte të shoh menjëherë. Kolegët filluan të buzëqeshnin. Ja ku erdhi promovimi. Do të bëhesh shef. Na kujto edhe ne kur të ngjitesh lart. Arbeni trokiti në derën e zyrës. Hyr. Brenda ndodheshin drejtori operacional dhe shefja e burimeve njerëzore. Atmosfera ishte e ftohtë. Asnjëri nuk buzëqeshi. Shefja shtyu mbi tavolinë një zarf të bardhë. Ju lutem, lexojeni. Arbeni e hapi me qetësi. Pas vetëm pak rreshtash, fytyra ju zbe. Ishte një njoftim për ndërprerjen e menjëhershme të kontratës së punës. Ai ngriti kokën i hutuar. Nuk e kuptoj. Ka ndonjë gabim. Drejtori shmangu shikimin. Vendimi vjen nga vetë pronari. Pronari. Po pse? Në zyrë ra një heshtje e rëndë.
Pastaj drejtori i tha një fjali që Arbeni nuk do ta harronte kurrë. Zoti Kodra nuk dëshiron që të vazhdoni më punën në këtë kompani. Por unë dje i shpëtova jetën. E dim. Atëherë pse? Drejtori mori frym thellë. Nuk na është dhënë arsye. Na është kërkuar vetëm të zbatojmë urdhrin. Arbeni doli nga zyra me zarfin në dorë. Në korridor, kolegët prisnin ta shihnin me buzëqeshje, duke menduar se kishte marrë një ngritje në detyrë. Por kur pan fytyrën e tij, buzëqeshjet u zhdukën. A çfarë ndodhi? Arbeni nuk foli, vetëm u tregoi letrën. Në fabrikë ra një heshtje e thellë. Askush nuk mund ta besonte se njeriu që një ditë më parë ishte quajtur hero, tani po largohej nga puna me urdhër të atij, jetën e të cilit sapo kishte shpëtuar. Por askush nuk e dinte se Leonard Kodra kishte një arsye të fshehtë për këtë vendim, një arsye që nuk kishte të bënte as pak me urrejtjen. Arbeni e mblodhi ngadalë tavolinën e tij të vogël të punës. Një çekiç, një palë doreza të konsumuara, një fotografi e vogël e Sarës të ngjitur në dollapin metalik. E hoqi me kujdes dhe e futi në xhepin e brendshëm të gjaketës. Përreth tij, kolegët nuk flisnin. Askush nuk kishte guxim t'i afrohej. Në fund, besniku e theu heshtjen. Kjo është pa drejtësi. Arbeni vetëm buzëqeshi lehtë. Ndoshta kështu pas ka qenë e shkruar. Do ta padisësh. Nuk e di. Ai nuk ishte njeri hakmarrës. Gjithë jetën kishte besuar se e vërteta dilte në dritë pa pasur nevojë të bërtisje. Kur doli nga porta e fabrikës, hodhi edhe një herë syt drejt godinës ku kishte kaluar 7 vitet më të mira të jetës së tij. Nuk ndjeu zemërim, vetëm zhgënjim. Në të njëjtën kohë, në katin e fundit të godinës administrative, Leonard Kodra qëndronte përballë dritares së madhe. Në dorë mbante të njëjtën fotografi që ishte bërë një natë më parë gjatë darkës. Në të duke qartë momenti kur Arbeni po i shpëtonte jetën, sekretarja hyri në zyrë. Zotëri, urdhri u zbatua. Leonardi nuk u kthye. A u largua? Po. Pas disa sekondash heshtjeje ai mbylli syt. Më fal. Sekretarja u habi. Nuk ju dëgjova. Asgjë. Ajo doli nga zyra pa kuptuar asgjë. Leonardi u ul në koltuk. Në tavolinë ndodhe një dosje e trash. Mbi të ishte shkruar. Ai e hapi. Brenda ndodheshin raporte financiare, dokumente bankare dhe disa fotografi të fshehta. Në njërën prej tyre shfaqej drejtori operacional duke takuar fshehurazi pronarin e kompanisë rivale. Leonardi kishte muaj që dyshonte se dikush po i sabotonte biznesin. Kontrata humbnin, klientët largoheshin, sekretet e kompanisë dilnin jashtë, por nuk kishte prova. Deri 2 javë më parë, një agjenci private hetimore kishte zbuluar se ekzistonte një rrjet i tërë korrupsioni brenda kompanisë. Disa drejtues të lartë po bashkëpunonin me konkurrencën. Problemi ishte se ata tashmë dyshonin se Leonardi kishte filluar t'i hetonte. Dhe pas ngjarjes së darkës, gjithçka ishte bërë edhe më e rrezikshme. Hetuesi privat kishte qenë shumë i qartë. Njeriu që ju shpëtoi jetën është në rrezik. Çfarë do të thotë kjo? Nëse zbulohet se është bërë njeriu juaj më i besuar, ata mund ta kërcënojnë ose edhe ta eliminojnë. Leonardi kishte mbetur pa fjalë. Po çfarë mund të bëj? Hiqeni nga kompania. Ta pushoj nga puna. Po, kjo do ta shkatërroj. Jo, do t'i shpëtoj jetën. Leonardi kishte kaluar gjithë natën pa gjumë. Vendimi ishte mizor. Por sipas hetuesit ishte mënyra e vetme që njerëzit e korruptuar të besonin se Arbeni nuk kishte asnjë lidhje me të. Ndërkohë Arbeni u kthye në apartamentin e tij. Elira e kuptoi menjëherë se diçka nuk shkonte. Nuk more promovim apo jo. Ai vendosi letrën mbi tavolinë. Ajo e lexoi. Duart filluan t'i dridheshin. Të pushuan. Arbeni uli kokën. Pse? Nuk ma than. Elira shpërtheu në lot. Ti shpëtove jetën. Sara doli nga dhoma. Mami, pse po qan? Asnjëri nuk dinte çfarë t'i thoshte. Arbeni u ul pranë vajzës. Babi do të rrijë disa ditë në shtëpi. Ke pushime. Ai buzëqeshi me vështirësi. Po diçka e tillë. Atë natë askush nuk fjeti. Arbeni llogariste kursimet. Me to mund të paguanin qiran edhe për rreth 2 muaj. Pastaj, nuk kishte përgjigje. 2 ditë më vonë, telefoni i tij ra. Numër privat. Alo, zoti Arben. Po,
Ju lutem mos bëni pyetje. Vetëm dëgjoni. Arbeni u ngrit në këmbë. Kush jeni? Jeta juaj është në rrezik. Zëri u ndërpre. Telefonata u mbyll. Në të njëjtin çast, poshtë pallatit të tij ndaloi një makinë zezë me xhama të errët. Dy burra zbritën dhe filluan të shikonin hyrjen e ndërtesës. Arbeni, pa e ditur ende se kush ishin, kuptoi vetëm një gjë. Pushimi nga puna mund të kishte qenë vetëm fillimi i një historie shumë më të rrezikshme. Telefoni i Arbenit vazhdonte të ishte në dorën e tij. Zemra i rrihte fort. Jeta juaj është në rrezik. Këto fjalë nuk i dilnin nga mendja. Ai ju afrua dritares dhe pa dy burrat pranë makinës së zezë. Nuk dukeshin si fqinj. Të dy mbanin kostume të errëta dhe flisnin me kufje në vesh. Pak qaste më vonë, njëri prej tyre ngriti kokën drejt apartamentit. Arbeni u largua me njëherë nga dritarja. Elira, tha ai me zë të ulët. Ata janë ende poshtë. Nuk e di kush janë, por nuk më pëlqen as pak kjo situatë. Elira mori Sarën dhe e çoi në dhomën tjetër që të mos dëgjonte bisedën. Duhet të telefonojmë policinë. Arbeni po mendonte ta bënte, kur zilja e derës ra papritur. Të dy ngrinë në vend. Zilja ra përsëri. Pastaj u dëgjua një zë. Zoti Arben, ju lutem hapeni derën. Nuk kemi ardhur t'ju bëjmë keq. Arbeni nuk u përgjigj. Jemi dërguar nga zoti Leonard Kodra. Kjo e hutoi. Pas disa sekondash, ai hapi derën vetëm aq sa të shihte kush ishte. Përballë tij qëndronin dy burra serioz. Njëri nxori një dokument identifikimi. Quhem Adrian. Jam pjesë e ekipit privat të sigurisë së zotit Kodra. Po pse jeni këtu? Sepse dikush po ju kërkon. Kush? Jo këtu. Duhet të largohemi menjëherë. Arbeni nuk lëvizi. Nuk ju besoj. Adriani nxori telefonin. Atëherë dëgjojeni vetë. Ai shtypi një numër. Pas pak sekondash u dëgjua një zë i njohur. Arben, jam Leonard Kodra. Arbeni mbeti pa fjalë. Po unë. Më dëgjo me kujdes. Nuk kam kohë të shpjegoj gjithçka në telefon. Të lutem, shko me njerëzit e mi. Është vetmja mënyrë që ti dhe familja jote të jeni të sigurt. Ju më pushuat nga puna. E di. Pasi ju shpëtova jetën. E di edhe këtë. Atëherë pse? Nëse ta them tani, mund të vras. Telefonata u ndërpre. Në korridor mbretëroi heshtja. Adriani tha me qetësi. Vendimi është juaj. Arbeni pa e lirën. Ajo vetëm tundi kokën. Le të shkojmë. Një orë më vonë, makina hyri në një vilë të madhe jashtë qytetit. Portat u mbyllën menjëherë pas tyre. Në obor i priste vet Leonard Kodra. Ai nuk kishte më pamjen krenare të biznesmenit që shfaqej në televizion. Duke i lodhur, sapo pa Arbenin ju afrua. Para se të thuash qoftë edhe një fjalë, dua të kërkoj falje. Arbeni e shikoi ftohtë. Falja nuk ma kthen vendin e punës. Jo, as netët pa gjumë të familjes sime. Leonardi uli kokën. Ke të drejtë. Ai ftoi të hynin në bibliotekën e vilës. Mbi tavolinë ndodheshin disa dosje dhe fotografi. Shiko. Arbeni mori fotografinë e parë. Në të shfaqej drejtori operacional duke marrë një zarf me para nga një burr që nuk e njihte. Fotografia tjetër tregonte dokumentet të kompanisë që po kopjoheshin fshehurazi. Pastaj një video. Në ekran dëgjohej qartë një bisedë. Po sikur ai punëtori të bëhet njeri i afërt me Leonardin. Nuk ka problem. Nëse afrohet shumë, do të kujdesemi edhe për të. Arbeni ndjeu një të ftohtë në trup. Kjo është arsyeja. Leonardi pohoi me kokë. Kur më shpëtove jetën para qindra njerëzve. Ata menduan se do të bëheshe njeriu më i besuar pranë meje. Prandaj më pushove. Po. Që të mendonin se nuk isha më asnjë lidhje me ty. Po. Arbeni nuk dinte çfarë të ndjente. Zemërim, lehtësim, konfuzion. Nëse do të ma kishe thënë, nuk mundesha. Pse? Sepse dikush brenda kompanisë përgjonte çdo telefonat dhe çdo email timin. Në atë çast, një nga truprojat hyri me nxitim. Zoti Kodra, çfarë ndodhi? Na sulmuan magazinën qendrore. Kush? Po digjen të gjitha dokumentet financiare. Leonardi u ngrit menjëherë. Filloi. Çfarë filloi? Lufta. Ai u kthye nga Arbeni. Tani nuk je më vetëm një punëtor që më shpëtoi jetën. Atëherë çfarë jam?
Leonardi e pa drejt në sy. Je dëshmitari kryesor që mund të rrëzojë të gjithë rrjetin kriminal që është futur në kompaninë time. Dhe në atë moment, jashtë vilës u dëgjuan disa të shtëna armësh. Truprojat nxorën armët dhe vrapuan drejt portës. Dikush kishte zbuluar vendndodhjen e tyre. Të shtënat jashtë vilës u dëgjuan gjithnjë më afër. Arbeni qëndronte i ngrirë në vend. Vetëm disa ditë më parë, ai ishte një punëtor i zakonshëm që shqetësohej për faturat dhe rrogën e muajit. Tani ndodhej në mes të një betejë që nuk e kishte kërkuar kurrë. Leonard Kodra i vendosi dorën mbi supë. Arben, më dëgjo. Ti ke bërë diçka që shumë njerëz me pushtet nuk do ta bënin kurrë. Çfarë? Ti nuk mendove për veten kur më shpëtove. Mendove vetëm për një jetë njerëzore. Arbeni e pa me qetësi. Unë bëra atë që duhej bërë. Leonardi buzëqeshi lehtë. Dhe pikërisht për këtë arsye të besova. Truprojat arritën të neutralizonin rrezikun jashtë vilës. Policia mbërriti pak minuta më vonë dhe filloi hetimet, por tashmë gjithçka kishte ndryshuar. Dokumentet që Leonardi kishte mbledhur për muaj të tërë u dorëzuan tek autoritetet. Mes tyre kishte prova për mashtrime financiare, vjedhje informacioni dhe bashkëpunim me kompani rivale. Pas disa javësh hetime, disa drejtues të lartë të kompanisë u arrestuan. Drejtori operacional, njeriu që për vite kishte ndërtuar një fytyrë të besueshme para të gjithëve, doli të ishte organizatori kryesor. Kur u pyet pse e kishte bërë, përgjigjja e tij tronditi të gjithë. Sepse mendova se paratë dhe pushteti më jepnin të drejtën të merrja gjithçka. Por ai kishte harruar diçka. Nuk mund të blesh karakterin e një njeriu. 3 muaj më vonë, në të njëjtën fabrikë ku Arbeni kishte punuar për 7 vite, u organizua një ceremoni. Këtë herë nuk kishte investitor të mëdhenj. Nuk kishte kamera televizive. Ishin vetëm punëtorët. Leonard Kodra doli përpara tyre. Kam bërë shumë gabime në jetën time, tha ai. Kam menduar se biznesi ndërtohet vetëm me numra, kontrata dhe fitime. Por harrova njerëzit që e mbajnë atë në këmbë. Pastaj thirri një emër. Arben. Të gjithë duar trokitën. Arbeni doli përpara. Leonardi i dha një dosje. Ky nuk është vetëm një kontratë pune. Arbeni e hapi. Ishte emërimi i tij si drejtues i departamentit të sigurisë dhe trajnimit të punonjësve. Ti do të sigurohesh që çdo punëtor në këtë kompani të ndihet i respektuar dhe i mbrojtur. Arbeni heshti për disa sekonda. Unë nuk kam diplom biznesi. Leonardi buzëqeshi. Por ke diçka që nuk mësohet në asnjë universitet. Çfarë? Zemër. Një vit më vonë, fabrika kishte ndryshuar. Punëtorët kishin kushte më të mira. Pagat ishin rritur. Çdo punonjës merrte trajnim për sigurinë dhe ndihmën e parë. Dhe në çdo hyrje të fabrikës ishte vendosur një tabelë vogël. Një kompani nuk ndërtohet nga makineritë, ndërtohet nga njerëzit. Arbeni vazhdoi të ishte i njëjti njeri. Ende shkonte herët në punë. Ende përshëndeste çdo punëtor. Ende kujdesej për njerëzit rreth tij. Një ditë Sara e pyeti: "Babi, pse ai njeri që i shpëtove jetën të bëri të humbisje punën?" Arbeni buzëqeshi. Ndonjëherë gjërat që duken si fundi i një rruge janë thjesht fillimi i një rruge tjetër. Dhe si e di këtë? Sepse po të mos më kishte pushuar nga puna, nuk do ta kisha zbuluar kurrë se sa shumë ndryshime mund të bëja. Sara e përqafoi, dhe Arbeni kuptoi diçka të rëndësishme. Shpërblimi më i madh nuk ishte parat, pozicioni apo fama. Ishte fakti që një veprim i vogël mirësie, bërë pa pritur asgjë në këmbim, kishte ndryshuar jo vetëm jetën e tij, por edhe jetën e qindra njerëzve të tjerë. Sepse ndonjëherë njerëzit më të vlefshëm nuk janë ata që kërkojnë të duken. Janë ata që bëjnë të mirën edhe kur askush nuk po i sheh.